Në Vlorë është zhvilluar sot një aksion masiv për pastrimin e zonës bregdetare dhe pyllit të sodës në prag të sezonit turistik. Nisma është ndërmarrë nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit me synim për të nxitur ndërgjegjësimin qytetar dhe për të promovuar vullnetarizmin. Prefektja i Qarkut të Vlorës Efi Sallushi është prerur se ky aksion do të vijojë edhe në javët në vijim, jo vetëm nëpër plazhe, por edhe në zonat e banuara, si dhe duhet të sensibilizohen të gjithë banorët, pasi kjo nismë nuk do të mbetet e izoluar, por do të vijojë edhe në zonat e banuara përmes aktiviteteve të tjera të pastrimit në javët në vijim. Ndodhemi sot këtu në një aksion masiv për pastrimin e zonës Bregdetit. Ky aksion është iniciuar nga Ministria e Mjedisit, por në fakt ne duam që iniciativat të tilla t'i vijojmë dhe të jetë kjo një iniciativë pararendse që më pas ne të vazhdojmë edhe në zonat e banuara. Duam që të nxisim vullnetarizmin dhe përgjegjësinë qytetare dhe në javët në vijim këto iniciativa për pastrimin e qytetit ishim edhe në bloqet e banimit. Paralelisht me Bashkinë e Vlorës është duke u zhvilluar ky aksion pastrimi edhe në Bashkinë Himar edhe në Bashkinë Sarand. Po, është një sensibilizim i përgjithshëm qytetar për zonat bregdetare në prag të sezonit turistik, duke qenë se nga java që vjen edhe në vijim çelë sezoni turistik në të gjitha bashkitë bregdetare në qarkun e Vlorës, por edhe më tej. Po ashtu në këtë aksion kanë marrë pjesë nxënës, banor, forcat armatosura, si dhe Nexhip Hysolako, specialist i zonave të mbrojtura, i cili shprehet se në prag të sezonit turistik, sensibilizime të tilla duhen bërë për të nxitur çdo banor dhe pushues për një mjedis sa më të pastër. Është një fushat kombëtare e shpallur nga politikat e qeverisjes për datën 24 dhe 25 në gjithë Shqipërinë, pra për pastrimet të zonave hotspoteve që janë njëkohësisht edhe objekte turizmit në Shqipëri. Dhe si që shikoni dhe vetë, sot janë angazhuar jo vetëm institucione, shkolla, po edhe reparte ushtarake të Bunavis, për të ardhur në ndihmë të këtij mesazhi, po them, nuk është një fushat, pra është një mesazh që duam t'i japim. Sot nuk ndërmbrojnë qeskat e mbetje, po thjesht sot po deklarojmë që ne jemi shumë herë më tepër njerëz që duam Vlorën e pastër, se sa ata që duan ta bëjnë pisë. Absolutisht jemi gati në portën e hapjes së sezonit turistik dhe ky aktivitet është aktivitet sensibilizues më tepër sa një aktivitet i cili po themi do ta zgjidhë këtë problematikë që ka qyteti i Vlorës. Po gjithsesi, numri sot që shoh të njerëzve të angazhuar më bën optimist, pra që ka një numër të konsiderueshëm njerëzish që ndjejnë pra që duhet një qytet i pastër për të pasur turizëm të shëndetshëm. Po ashtu edhe nxënës shkollash kanë dhënë një mesazh për një plazh sa më të pastër. Jemi për pastrimin e mjedisit, pra kurrikul mësimore dhe si shkollë duam të japim kontributin tonë për pastrimin e mjedisit dhe kujdesin e mjedisit të Vlorës. Duke kontribuar të gjithë na pak, bëjmë një shumë ndryshim për mjedisin tonë, të cilët të gjithë e përdorim dhe kontribuon shumë në pastrimin e mjedisit. Duke qenë se po vjen dhe sezoni turistik, gjithashtu ndihmon gati të gjithë turistët e gjithashtu vendasit për një mjedis më të pastër dhe për të kaluar një kohë sa më të mirë. Po, unë mendoj që plazhin duhet ta mbajmë të pastër. Në rast të parë për shkak të sëmundjeve që mund të marrim nga mbeturinat apo gjërat e tjera që hidhen, nëse ka ndonjë qelsh, ndonjë fëmijë i vogël ose edhe të rriturit mund ta shkelin pa dashje dhe të dëmtohen. Kështu që plazhi duhet të jetë gjithmonë i pastër. Në kuadër të këtij aksioni kombëtar pastrimi, në prag të sezonit turistik, edhe drejtoria e portit tetar të Vlorës së bashku me administratën u bën pjesë e kësaj nisme me rëndësi. Ata kontribuan në pastrimin e mjedisit në pyllin e sodës pranë vijës bregdetare të Vlorës. Paralelisht, aksionet të ngjashme po zhvillohen edhe në bashkitë e tjera bregdetare si Saranda dhe në zona të tjera të qarkut të Vlorës, si pjesë e një fushate më të gjerë sensibilizuese. Qëllimi kryesor është përgatitja e vijës bregdetare për sezonin turistik, i cili pritet të nisë në javët e ardhshme, duke garantuar një mjedis më të pastër për banorët dhe vizitorët.